është fisniku shqiptar, I cili mujti në betej dy princat sërb. Në shekullin e 15, kur tokat shqiptare ishin të rrethuara nga urrejtja, zullumi dhe epja për pushtim nga fqinjet, unë gjit një emër që nuk vinte nga pallatet e perandorëve, por nga toka e malit. Emrin ja thonin John Muzaka. Mbajni mend këtë emër, John Muzaka. Ai nuk ishte mbret, ishte fisnik. Nuk sundonte me frikë për mendir, nuk lutej për paqe, ai luftonte për të. Kur dy princat sërb, Stepan Lazarević dhe Dulat Branković, u nisën me mira ushtar për t'i pushtuar trojet shqiptare, ata menduan se do të gjinin frikë. Ata menduan se nuk do të kishte kusht impronte trojet shqiptare, përgabuan shumë rënd. Sepse aty I priste Gjoni. Gjoni I priti me shpatë dhe me bes. Në fushën e betejës në zjarr, gjatë dhe pritma token e dritë të flamurit shqiptar. E Gjoni dhe ushtarët e tij. Gjoni nuk u trem, ai nuk lëvizin nga vendi, ai të qau në mes. Stefan Lazarevići, princ me kuror të rënd, e pat veten të tërhiqe si qen I poshtnua. Durat Branković, krenar në opër, partani me ftyrën me balt rrinte I pshevër pas të vrojave, derisa I linte pas njëra ushtar sërb të vrarë. Gjoni se ngriti zëri, ai ngriti shpatën, dhe u bë gjykimin një kombit të vogël që nuk u gjënzua. Pas betejës, Gjoni nuk festoi si mbret. Ai ul në zgjurmë përpara flamurit dhe puthi si fëmia që e takon të nën. Ushtarët e tij rreth rrotull me dorë në zemër nderonin jo thjesht si udhëheqës, por si shpëtimtar. Për këtë ju jeni duke ndëgjuar këto tregime në kanalin ton Tregime nga Zemra, luteni që t'i bëni subscribe kanalit ton. Për ju është vetëm një klik. Për ne është një falënderit nga zemra. Mos I mbani vetëm për veti këto tregime historike, por shpërndajeni në të gjitha rrjetet e juaja sociale. Falënderit shumë.